Anche là, grazie. Lindur e rritur në Itali, jam student universitet. Dhe është një emocion i veçantë të jam sot këtu, ku zemrat rahen në unison. Të bashkuar nga dashuria për adhëun ton të shtrejtë Shqipëri. Ju ftoj të ndërojnë himnin kombëtar shqiptar dhe italian. Naturisht emocion e kësaj mbrëmje sapo ka nisur. Ftoj koordinatorin e Lombardisë, zoti Edmir Çekresi. Të dashur bashkëdhetar, të nderuar demokrat, të nderuar përfaqësues të Partisë Demokratike, deputeti Qarkut Elbasan, zoti Çani Xhafa, i nderuar kryetari i Bashkisë Kavaj, zoti Fisnik Qosja, i nderuar kryetari i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mejdiu, i nderuar miku i Shqipërisë, zoti Kris Lasivita, welcome in Brescia. I nderuar profesor doktor Sali Berisha, të nderuar kandidat për deputet, si koordinator i Partisë Demokratike për Lombardinë dhe emigrant si ju, kam kënaqësinë dhe nderin t'ju uroj mirëseardhje në këtë takim madhështor.
Falenderoj nga zemra të gjithë strukturat e Partisë Demokratike në Romordi për punën e tyre madhështore në regjistrimin e bashkëdhetarëve tanë. Me lejoni të falenderoj dhe grupin e punës këtu në Itali, miqtë e mi, Admirin, Gzimin, Klaudion, Julin, Jetën, Eriolën, Paulën, Ildën, Bardhokun, Qimin, Metin, Nezirin, Danielin, Valbonën, Endin, Ferdin, Tanin, Armandin dhe çdo antar të Partisë Demokratike Itali. Të dashur miq, vetëm pak kilometra nga këtu, Edi Rama ka organizuar një takim, të cilin e ka mbushur me administrat të nisur nga Shqipëria me autobusa dhe avion. Dhe ata pak emigrantë që janë bashkuar e kanë bërë nga detyra nga Afrika, se mos i heqin të afër me tyre nga puna në Shqipëri. Kurse ne këtu jemi qytetarë të lirë që e duam ndryshimin, e duam Shqipëri si gjithë Europa. Fitore! Dhe tani kam derin t'i kaloj fjalën miku tim, kandidati për diasporën, zotit Eduard Çaça. Fitore! Përshëndetje Bresha. Përshëndetje diaspora shqiptare. Të dashur bashkëdhetar, të dashur miq, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. I nderuar strategu i fushatës së Partisë Demokratike, zoti Kris Lasivita. I nderuar kryetari i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu. I nderuar kryetari Bashkisë Kavaj, Fisnik Qosja. Të nderuar deputet, ju falenderit nga zemra për praninë tuaj këtu në Bresha dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Sa po hyra në këtë sallë, përjetova atë ndjesinë që vetëm shqiptar din ta japin, një ndjesi force, zemre dhe shpresë. Sepse Shqipëria nuk është vetëm në Tiranë. Shqipëria është edhe këtu në diasporë. Shqipëria është në zemrat tuaja, në çdo sakrificë dhe në çdo ëndër që keni mbajtur gjallë larg vendit tuaj. Edhe unë si shumë për ju lash vendin tim me ëndrën për të ndërtuar një jetë më të mirë, pa e humbur kurrë lidhjen me Adleon. Në Itali studiova, punova, vazhdova pasionin tim politikën, duke bërë dhe këshilltar komunal në Rovato, Brescia, për të përfaqësuar drejtësisht shqiptarët. Por mbi të gjitha mbeta shqiptar. Dhe sot jam këtu si njëri nga ju që nuk duron më të shoh Shqipërinë të zbrazet, të villet, të shkatrohet nga një klik që ka kthyer pushtetin në pronë personale. Shqipëria ka 12 vjet që po zhytet në errësirë, 12 vjet ku pasuria ka kaluar në duart e pak oligarkëve, 12 vjet ku rinia po largohet me valiçe pa kthim, 12 vjet kur varfëria dhe papunësia ka kopllosur vendin, 12 vjet rënimi ekonomik. Por sot diçka po ndryshon. Sot shqiptarët kanë një arsye për të shpresuar sërish. Partia Demokratike me në krye kryetarin ton, zotin Sali Berisha, lidin historik që rrethanat e detyruan të kthehej në betejë, jo për veten, por për Shqipërinë, ka ringjallur shpresën tek të gjithë ne. Ky bashkim nuk është thjesht një aleancë politike, është bashkimi i shpresës me guximin, është bashkimi i popullit me dinjitetin kombëtar, është bashkimi i njerëzve me të ardhmen. Është bashkimi që u thot shqiptarëve, nuk jeni vetëm, jemi me ju. Ti themi stop me 11 maj kësaj qeverie të korruptuar. Ti themi stop kësaj Shqipërie që zbrazet çdo ditë dhe të gjithë së bashku ta bëjmë Shqipërinë mallështore. Sot më shumë se kur kemi nevojë për një kthesë historike. Sot për herë të parë në histori diaspora ka zë, ka vot, ka fuqi. Dhe është koha të mos jemi më vetëm spektator. Tani është rradha jonë të marrim pjesë.
të zgjellim, të ngrejmë zërin, të shpëtojmë Shqipërinë. Ju që jeni regjistruar, së shpejti do të merrni fletën e votimit. Mos e lini pas dore, mos heshtni. Vota juar për numrin 1 dhe për Partinë Demokratike ka peshën e një revolucioni paqësor. Ju që nuk jeni regjistruar, ju ftoj nga zemra, ejani në Shqipëri. Ejani dhe votoni për të armën e Adleut. Ejani të rikthejmë shpresën në vendin ton, nuk ka Shqipëri pa ju, nuk ka ardhmëri pa diasporën. Të dashur motra dhe vëllezër, unë e them për herë, por nuk ka më bukur të përfaqësosh bashkom si tu. Nuk ka më bukur të përfaqësosh diasporën e mrekullueshme shqiptare. Diaspora kësaj rralle është për Adleun. Diaspora është për ndryshimin. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Zoti bekoft Shqipërinë. Fitore. Tani kam kënaqësi të ftoj një lider të ri, me vizion të qartë dhe vullnet të palkundur, një zë i gjeneratës së re, që ka marrë drejtimin e një prej bashkive me historike të Shqipërisë, me pasionin e një brezi që beson thellë në ndryshim. Ju ftoj e mirëpresim me duar trokitje kryetarin e bashkisë Kavaj Fisnik Qosja. Të dashur, miqtë e mi që jeni këtu, të nderuar organizator Eduard Çekrezi, miku im Eduard Çaça, Shkëlqim Hoxha, miku i Kavajës Fatmir Mediu, Gzim Guga, miku i Partisë Demokratike Kris Lasivita, i nderuar shumë lider jon historik, profesor doktor Sali Berisha. Ëmbëlsirën për fund të nderuar kavajësit e mi që jeni këtu me shpirt dhe me zemër. Shqipëria dhe diaspora janë një trup i vetëm, një shpirt i ndarë në dy brigje, por gjithmonë i lidhur fort. Sot duhet të flas si një shqiptar që ndjen mall për ju, si një shqiptar që ndjen respekt dhe krenari për ju. Sot këtu në Breshja zemrat tona rrahen një lloj, si në Tiranë, si në Durrës, si në Shkodër, si në Elbasan, si në Lezhë, si në Vlorë, po si në Kavaj. Dhe ky është një moment që prek zemrën, sepse nuk jemi thjesht një grup njerëzish që flasim për të njëjtën gjuhë. Jemi një familje, jemi një kombë. Në çdo cep të Italisë, diaspora shqiptare ka treguar se çfarë do të thotë të jesh punëtor i ndershëm, të jesh i talentuar, të jesh me dinjitet, me integritet dhe të jesh krenar para vetes, para njerëzve dhe para Zotit. Ju i keni mbajtur kokën lart Shqipërisë, keni ngritur emrin e vendit tonë, keni mbajtur gjallë gjuhën, traditën, besimin në Zot, dashurinë për flamurin kuqëzi, zemrat tuaja dhe në zemrat e fëmijëve tuaj të lindur në Itali. Vëllezër dhe motra, e vërteta e thjesht është se për te fasadës, shteti shqiptar i ka lënë jetim bijat dhe bit e vet për te kufive. Asnjë vëmendje, asnjë shërbim, asnjë drejtë e garantuar. Drama ikjes sot nuk është një statistik, nuk është më një fjalë e rëndë, por është një realitet që shikohet në sytë e lirë. Janë rrugët bosh në Shqipëri, janë klasat pa nxënës, janë shtëpit ku mungon zëri të rive, janë nënat që presin dhe bitë që s'kthehen më. Është dhimbja që të ul kokën dhe duhet i ul kokën çdo qeveritari me minimumin e përgjegjësisë. Dua t'ju them që Shqipëria ka nevojë për ju, ka nevojë për mendjen tuaj, për përvojën tuaj, për vizionin tuaj, për dashurinë tuaj. Shqipëria nuk mund të ndërtohet pa ju. Shqipëria nuk mund të ecë përpara pa ndihmën e juaj. Kemi nevojë për t'ju dhënë një dorë vendit tonë të ecë përpara, jo si të ftuar, por si pronar të vërtetë të tokës shqiptare. Sepse Shqipëria është edhe e juaja, është e fëmijëve tuaj, është e brezave që duam të rriten me kanarin e të qenit shqiptar.
Shqipëria nuk është e ordinerëve e hajdutëve, e që duan të shpopullojnë vendin dhe të zhvasin pronët dhe identitetin e shqiptarëve. Shqipëria është e shqiptarëve. Shqipëria me zy u pret dhe zgjedhjet e 11 majit për të hapur një kapitull të ri të gjithë bashkë siç jemi këtu. Të nderuar miqtë e mi. Unë sot jam këtu si kryetari i Bashkisë Kavaj dhe drejtuesi politik i zonës Kavajës. Dhe këtë rast më lejon të përcjell një përshëndetje nga thellësia e zemrës për komunitetin Kavajës në Itali, pa të cilin fitoria ime ishte e pamundur. Faleminderit për jetë. Partia Demokratike nuk është thjesht një parti politike. Ajo është një ideal, një lëvizje që lindi nga etja për liri dhe dinjitet. Partia Demokratike është institucioni i rotacionit dhe ndryshimeve historike në vend. Kushdo që mbështet atë, kushdo që është pranë saj, duhet ndjek krenari, sepse është ana e drejtë e historisë. Ne jemi partia e ndryshimit, partia e shpresës, partia e njerëzve të lirë. Jemi forca që beson tek puna, tek nderi, tek familja, tek tradita tona të vyra, Shqipëria europiane dhe mbi të gjitha tek aftësia me hallet dhe problemet e përditshme të çdo shqiptari. Nga ana tjetër, kundërshtarët tanë nuk kanë asgjë për të ofruar. Alternativa tyre është braktisja, arroganca, shpërfillja dhe babëzia. Ndaj, të dashur miq, ndihuni krenar që jemi sot këtu. Vota e për numrin 1 nuk është vetëm një votë, është një deklarat pro Shqipërisë dhe shqiptarisë. Bashkohuni me Partinë Demokratike, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Partia Demokratike është partia e qytetarëve, e shqiptarëve të lirë që e duan Shqipërinë. Me zemër dhe ne besojmë se diaspora është forca e madhe e kombit tonë. Votoni numrin 1 për të kthyer vendin tonë në rrugën e shpresës dhe të zhvillimit. Le të bëhemi bashkë me 11 maj. Le të zgjojmë shpresën. Le të kthejmë Shqipërinë në shtëpinë që na pret me dyert të hapura. Le ta bëjmë Shqipërinë shtëpinë tonë të bekuar shqiptarëve. Zoti ju bekoft ju. Votoni numrin 1, profesor Dr. Sali Berisha, kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Fitore, fitore, fitore. Tani kam kënaqësi të ftoj Zojan Eriza Bajaziti. Të dashur bashkëdhetar, unë jam Erisa Bajaziti, jam njëra prej jush, një si ju, e rritur mes dy botëve, mes mundësisë që më dha bota e lirë dhe dhimbjes që më la malli për vendin tim. Malli për gjyshrit që presin një telefonat, për rrugicat e fëmijërisë, për Shqipërinë që çdo ditë më shumë po boshatisat, po hesht, po nxin nga mungesa. Sot Shqipëria është në rrezik të madh nga braktisja dhe shpopullimi, nga një qeveri që i përçmon njerëzit e saj, që i largon, që i ka kthyer vendin në një tokë të heshtur, pa të rinj, pa shpresë, pa jetë. Ky nuk është më thjesht emigrim. Ky është një largim me dhimbje, një shpopullim i heshtur, i vazhdueshëm, një spastrim që nuk po bëhet me forcë, por me zhgënjim, me premtime të thyera, me përçmim. Edi Rama ka braktisur prindrit tanë, gjyshrit tanë, që sot ulen çdo darkë në tavolina të heshtura, duke pritur lajme nga ne. Por a është kjo e drejtë? Absolutisht jo. Atëherë, pse duhet të pranojmë këtë gjë për prindrit dhe të afërmit tanë atë dhe? Ata meritojnë më shumë, meritojnë të trajtohen me dinjitet, me kujdes, me dashuri, jo me tallje, përqeshje
apo braktisje. Unë flasot si një bi, si një motër, si një nën. Flas si një shqiptare që e do vendin dhe njerëzit e saj dhe besoj me gjithë shpirt se ne mund të ndryshojmë këtë rrugë. Ne kemi forcën e shpirtit, ne kemi forcën e votës. Unë besoj tek ju, tek madhështia që fshihet mes jush, tek ata që nuk e kanë harruar se nga vinë, tek bitë e ndershëm të asaj toke që e din se ajo që kemi për vete duhet ta duam edhe për bashkëdhetarët tanë në Shqipëri. Partia Demokratike është me ju, jo me fjalë, por me vepra, duke filluar nga qëndresa e pashëmbullt e liderit të saj historik, zotit Sali Berisha. Deri tek krijimi i një programi serioz për të mbështetur çdo shqiptar, pavarësisht flamurit partijak. Ne do të bëjmë gjithçka që ju të riktheheni në vendin tuaj, si shpresë, si jetë për Shqipërinë që po shuhet. Taks 0% për 5 vite, politika që japin frymë lagjeve, shkollave, familjeve tona, që u kthejnë prindërve tanë fëmijët e tyre, që mbjellin jetë aty ku sot ka vetëm pritje. Unë jam njëri prej jush dhe bashkë me ju dua t'i jap zë atyre që s'kan më zë. Dua t'u jap zemër atyre që janë lodhur duke pritur, shpresë atyre që ende nuk kanë ikur. Unë besoj se bashkë mund të ringjallim këtë vend. Tani është momenti ta kthejmë Shqipërinë në madhështinë e saj. Ta bëjmë Shqipërinë bashk madhështore. Ju falenderoj, ne fitore. Ora ho il piacere di presentare l'onorevole Maurizio Casasco. Të dashur miq shqiptar. Cari amici, carissimo Presidente Professor Sali Berisha. È con grande piacere e profondo rispetto che prendo la parola oggi come deputato di Forza Italia eletto nel collegio di Brescia. Oggi, tra voi, cittadini albanesi che con il vostro lavoro e la vostra dignità contribuite ad arricchire ogni giorno il sistema sociale ed economico italiano, per partecipare a questo evento speciale alla presenza di una figura storica della politica europea, il professor Sali Berisha, che ho l'onore e il piacere di conoscere. Sali Berisha non è solo un ex presidente e primo ministro dell'Albania, è una delle personalità più significative dell'Europa post-comunista. È l'intellettuale e il leader che nel 1990 ha guidato il popolo albanese verso la libertà, conducendo fuori dall'oscurità della dittatura e incamminandolo sulla strada della democrazia e dell'integrazione europea. Oggi, a 34 anni da quel momento storico,
Proprio a lui è stata ingiustamente negata la libertà per cui ha lottato. È stato sottoposto agli arresti domiciliari, un atto che non può essere definito altrimenti se non una persecuzione politica. In una vera democrazia la giustizia non può essere mai uno strumento di vendetta. Ma oggi Sari Berisha è di nuovo libero, non per concessione altrui, ma grazie alla sua tenacia, alla sua dignità, alla forza della sua lotta. Ancora una volta ha saputo emancipare il suo tempo e oggi cammina fiero accanto al suo popolo, accanto a voi. È questo il motivo per cui siamo qui oggi, per difendere la libertà, per difendere la democrazia, per non restare in silenzio. Italia ed Albania condividono una storia speciale di amicizia e cooperazione. Sotto la guida di Silvio Berlusconi, Forza Italia ha costruito solidi ponti con il Partito Democratico Albanese, un partenariato che continua oggi con lealtà e determinazione sotto la guida di Antonio Tajani. Berlusconi e Berisha erano uniti da una vera amicizia personale e politica e insieme hanno promosso l'avvicinamento dell'Albania all'Europa e al mondo libero. Nel 1997, dopo la tragedia dell'affondamento della nave albanese Kateri Raiders, in seguito ad una collisione con una corvette italiana, fu proprio Silvio Berlusconi, allora leader dell'opposizione, a recarsi a Bari, dove accolse e offrì assistenza umanitaria ad oltre 100 immigrati albanesi. Un gesto di grande umanità e fratellanza. Che il popolo albanese non ha mai dimenticato. Un simbolo concreto dell'amicizia tra Italia e Albania e della visione politica e umana di Berlusconi condivisa dal professor Sari Berisha. Condividiamo gli stessi valori: libertà individuale, famiglia, tradizione, dignità, legalità e un'Europa come orizzonte comune. Ma l'Europa non è solo un progetto futuro per l'Albania. Gli albanesi sono europei fin dalle loro origini. Sono il popolo di Giorgio Kastriota Skanderberg, che nel Medioevo difese la civiltà europea. Difese la civiltà europea dalla minaccia ottomana, meritando il titolo di atleta di Cristo. Sono i discendenti di Papa Clemente XI Albani, l'unico pontefice albanese della storia. Sono la terra di Madre Teresa di Calcutta, che con la sua misericordia ha mostrato al mondo la forza dell'amore puro. E sono la patria di Ismail Kadare, la cui penna ha fatto risuonare le voci dell'Albania in tutta Europa. L'identità europea degli albanesi non è qualcosa da conquistare, è qualcosa da riconoscere. È radicata nello spirito, nella cultura, nella storia e nel contributo di questo popolo ha dato alla costruzione della stessa civiltà europea. Un'identità che deve essere difesa, sostenuta e che non può e non deve essere messa in discussione. In questo cammino comune una figura chiave è Bartok Doda, un caro amico, coordinatore di Forza Italia per la comunità albanese e rappresentante del Partito Democratico Albanese nel nostro Paese. Il suo impegno, la sua passione, la sua dedizione e l'impegno dei suoi collaboratori, come i rappresentanti delle donne Lindita Bimi e Dritan Bekiri, meritano il nostro sincero ringraziamento. È un ponte vivente tra i nostri due popoli e i nostri due partiti, un vero punto di riferimento per migliaia di cittadini albanesi che vivono in Italia. Cari amici, per terminare, le elezioni dell'11 maggio rappresentano un momento storico. L'Albania ha bisogno di un vero cambiamento, di una guida che ispiri, che ascolti,
che costruisca un futuro di benessere per il suo popolo, un rapporto sempre più forte con l'Italia e con l'Europa. Noi crediamo fermamente che questo cambiamento sia rappresentato dal Partito Democratico e da un uomo che si chiama professor Sali Berisha. In Albania votiamo Partito Democratico per un futuro di libertà e prosperità. In Italia vi invito a votare Forza Italia per continuare a rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra i nostri due paesi. Crediamo nel ritorno dell'Albania grande, dell'Albania europea, dell'Albania della speranza. Con questo vi invito con tutto il cuore. Crediamo nella libertà, votiamo per il cambiamento e soprattutto andiamo a votare e convincete tutti i vostri parenti e amici ad andare a votare. Volevo terminare con una frase di Silvio Berlusconi. Chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vince. Forza Partito Democratico! Forza Professor Berisha, viva la libertà, viva l'amicizia italo-albanese, viva l'Italia, viva l'Albania, viva Tajani, viva Forza Italia, viva l'Europa, viva avanti! Përshëndetje të gjithëve. Të nderuar bashkëmpas, unë jam Sabie Guga, lindur e rritur në Itali, jam studente universitet. Është një ndjerë i veçantë për mua të qëndroj para jush. Është një ndajër i veçantë për mua të qëndroj para jush, bitë dhe bijat e një kombi që ka sfiduar kohërat dhe ka mbajtur gjallë shpirtin shqiptar kudo në botë. Në momente kur fjala opozit kërkon forcë, vizion dhe përvojë, ka zëra që nuk kanë rreshtur se kontribuari për një Shqipëri me të drejtë. Kam kënaqësinë të ftoj një figurë me kontribut të rëndësishme në zhvillimin e vendit dhe në forcimin e marrëdhënieve dhe kombëtare. Kryetari e Partisë Republikane, Zoti Fatmir Mediu. Të dashur motra dhe vëllezër, shqiptar në breshat Italis, i nderuar doktor profesor Sali Berisha, i dashur Kres dhe Pol, onorevole Kasako, i dashur Eduard, të dashur miq, më lejoni së pari të falenderoj këtu Eduardin edhe Erisën, dy njerëz të diasporës shqiptare, dy njerëz që kanë marrë përsipër të bashkojnë shqiptarët dhe të luftojnë në krah të doktor profesor Sali Berishës, që të bashkojnë shqiptarët kudo që janë për ta kthyer atë në një vend me dinjitet dhe me liri. Sot nuk dua të flas si politikan, por me respekt si vlla juaj dhe miku juaj. Ne sot ndihem në shpirt dhimbjen për njëkohësisht dhe krenarin e një kombi që nuk është ndar kur, edhe pse është shpërndar në të katër anët e botës. Ju nuk e latë Shqipërinë sepse të dishit tiknit prej familjeve tuaja dhe vendit tuaj. Ju e latë nga varfëria
që rënoi ëndrrën për një jetë të ndershme. Ju e lat nga pasiguria që ju vodhi qetësinë e natës dhe u zbeu të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Ju larguat jo për të shkëputur, po për të mbijetuar dhe për të jetuar si njerëz me dinjitet. Dhe ndërsa ikët rrugëve të botës me valixhe në duar, morët me vete në zemrat tuaja për herë një pjesë të Shqipërisë, duke mbajtur gjithmonë me vete me dashuri dhe respekt. Dhe unë dua t'ju falenderoj sinqerisht për atë që keni bërë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Le të kujtojmë, motra dhe vëllezër, momentet kur keni ikur. Ju ikët mes lotëve të nënave tuaja, dhimbjeve të tyre. Në çdo telefonat i dhat familjeve tuaja, baballarëve tuaj gëzim dhe shpresë, por dhe shumë mall dhe shumë breng, sepse ishin shumë larg jush. Nuk punuat vetëm për veten asnjëherë, por çdo moment ndihmuat pa kursim familjet tuaja, vendin tuaj për të mundur varfrinë. Dhe Shqipëria nuk mund të jetë asnjëherë plot pa të gjithë ju. Një vend nuk mund ndërtohet vetëm me ata që mbesin, por me të gjithë bijtë e bijat e tyre, dhe ne kemi nevojë për bijtë e bijat që janë në këtë sallë për ta bërë Shqipërinë madhështore ashtu si takon me dinjitetin e saj. Shqipëria sot ka nevojë për ju, ka nevojë për dijen tuaj, ka nevojë për kurajon tuaj, ka nevojë për përvojën tuaj, ka nevojë për dashurinë tuaj që nuk është shuar kurrë, pavarësisht viteve dhe distancës nga Shqipëria. Ka nevojë për të bërë një vend ku prindit mos jetojnë vetëm, ku fëmijët mos rriten pa gjyshi dhe gjyshet, ku rrënjë dhe degët e familjes të mos jenë të ndara. Shqipëria, motra dhe vëllezër, është vendi juaj, por këto 12 vjet, qeveria Ramës në mënyrë qëllimshme ka larguar shqiptar të ndershëm. Vendin tuaj e ka zënë varfria, e ka zënë krimi, droga, korrupsioni, pasiguria, përbuzja. Shqipëria është vendi juaj dhe nuk mund ta lini peng as të Edi Ramës dhe as të korrupsionit dhe të krimit. Prandaj sot më shumë se kurrë ne kemi nevojë të jemi të bashkuar. Dhe siç ka thënë doktor Berisha, zgjedhjet e 11 majit janë zgjedhjet e vendimit diasporës, është zgjedhja dhe vendimi juaj. Ju e dini, Edi Rama premton Europën, por ju e dini më mirë se kushdo tjetër se çfarë është Europa. Sepse ju jeni europian, ai premton pasaportën europiane për të bërë mashtrimin e radhës, për të tallur me shqiptarët, me një ëndër që është shumë e largët, sepse Europë do të thotë dinjitet, Europë do të thotë liri, Europë do të thotë ekonomi, Europë do të thotë familje, Europë do të thotë Zot. Europa duhet të kthehet në Shqipëri nga ju nëpërmjet votës tuaj në datën 11 maj, duke votuar numër 1 për Shqipërinë madhështore. Shqiptarët nuk duan pasaport për t'u larguar nga Shqipëria. Shqiptarët duan demokraci, duan liri dhe drejta, për të ndërtuar lumturinë dhe për të kthyer në vendin e tyre. Duan shtetin e shqiptarëve dhe jo pushtetin e krimit dhe të hajnave. Europiani je kur ke dinjitet, kur ke liri, kur ato që ti ka falë Zoti nuk mund t'i marrë Edi Rama. Europian je kur lirin tënde e ndërton me familjarët të tu në Shqipërinë që e ka falë Zoti. Është koha pra të bashkojmë Shqipërinë dhe shqiptarët nëpërmjet jush, zërit tuaj dhe forcës tuaj. Shqipëria madhështore, motra dhe vëllezër, është Shqipëria juaj, është Shqipëria prindërve tuaj, është Shqipëria e fëmijëve tuaj, është Shqipëria e dinjitetit dhe nderit. Shqipëria e madhështore është vota juaj në datën 11 maj. Vendimi për 11 maj, vota për numrin 1, do ndikojnë qartësisht për Shqipërinë dhe për familjet tuaja, pronat tuaja dhe ëndrrën tuaj. Le të ndërtojmë pra të gjithë së bashku një Shqipëri ku jetohet me dinjitet dhe dinjiteti padyshim që është madhështor. Një vend ku rriten fëmijët tanë, me gjuhën tonë, me zakonet tona.
me krenarinë e qendrës shqiptar, dhe kjo është Shqipëria madhështore. Një Shqipëri ku nuk vihet për shkak të dhimbjes të jetëve të humbura të prindërve tanë dhe dashurve tuaj, apo për pak ditë gjata gëzimi. Sepse Shqipëria është më e bukur, më madhështore, kur jemi të gjithë bashkë, kur jetojmë të gjithë bashkë. Ju nuk zgjodhet jeni njerëz zakonshëm. Ju zgjodhet jeni njerëz të jashtëzakonshëm. Ju treguat që jeni të jashtëzakonshëm. Bi dhe bia të një kombi që nuk është përkullur kur. Nuk pranuat të mbjetoni, por morët rrugën dhe riskun për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Duke rënë, por dhe duke ngritur sërish për të qenë këta që jeni sot. Nuk pranuat të shkëmbeni lirin me lëmoshën dhe nënshtrimin. Zgjodhët sfidën përpara gënjeshtrës së Edi Ramës. Nuk tregtuat dinjitetin tuaj për favoret qeverisë. Nuk u përkullet asnjëherë përballë pushtetit, sepse motra dhe vëllezër, ju dhe të gjithë ne, duhet për ulemi veç përpara Zotit Madh, duhet për ulemi përpara të mirës, dinjitetit e kombit shqiptar. Prandaj, luftoni të gjithë këto ditë që kanë ngelur dhe sillni në rrugën tuaj të gjithë shqiptarët, kudo që janë në Itali, duke qenë krenar për t'i kthyer Shqipërinë shqiptarëve në 11 maj. Kthejani atë familjeve tuaja, fëmijëve tuaj. Ti lutemi Zotit dhe ta falenderojmë atë për atë vend bukur që ka krijuar, por dhe për njerëz të mrekullueshëm siç jeni ju. Votoni numrin 1, masivisht. Të gjithë ju që jeni regjistruar dhe ata që nuk janë regjistruar të vinë në Shqipëri për të shprehur dashurinë dhe respektin për vendin e tyre. 11 maj është dita juaj, është numri 1, sepse ju jeni të gjithë njësha. Secili prej jush ka një zë të brendshëm të cilin duhet ta flas fort dhe fort. Unë jam shqiptar i lirë, unë kam dinjitet, unë kam forcë dhe nuk më ndal as Edi Rama, as krimi dhe as korrupsioni. Shqipëria është madhështore, edhe për historinë ati flamuri, por dhe për betimin që duhet bëjmë gjithë bashkë, të ati betimin që Zoti na i ka dhënë. Se Zoti vetë la me gojë që kombet quhen për midhe, por Shqipëria do të rrojë, për Shqipërinë luftojmë ne. Motra dhe vëllezër, nga një vend i Zotit, nga një vend që do dhe respekton familjen, nga një vend i lirisë, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi sot këtu një mik jo thjesht, por një bashkëpunëtor nga më të afërmit të presidentit Trump, njeriun i cili bëri historinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, strategu i fushatës presidentit Trump, duke rikthyer atë në kryet të Amerikës, jo vetëm për Amerikën, por për lirinë dhe dinjitetin e të gjithë njerëzve të lirë. Prandaj kam kënaqësinë të ftoj këtu para jush për të thënë disa fjalë mikun tim, mikun e doktor Berishës dhe të gjithë juve, të gjithë shqiptarëve, zotin Chris Lasivita. You got a mic? Yeah. Good? Albania is facing a real crisis. Shqipëria po përballohet me një krizë të vërtetë. It's losing its best and its brightest Ka humbur më të mirët dhe më të mençurit. for the opportunity and a future that Albania right now just doesn't offer. Për
për mundësi dhe oportunitete që Shqipëria sot nuk I ofron. It doesn't offer that opportunity because the last 12 years Nuk ofron oportunitete sepse për 12 vitet e fundit, of Eddie Rama and the socialists have made it that way. sepse Edi Rama dhe socialistët e kanë bërë atë të pamundur. The only way that changes E vetmja rrugë për ta ndryshuar atë is to show up and to be counted. You have to vote. të çojeni dhe të gjithë shkojmë edhe të votoni. Albanians living abroad have a real opportunity to change the direction of their country. Shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë kanë një oportunitet të jashtëzakonshëm për të ndryshuar drejtimin e Shqipërisë. Every vote matters, but especially those here living abroad. Çdo vot ka rëndësinë e vet, por sidomos vote atyre që jetojnë jashtë Shqipërisë. You are here to better your future and your family's future. Ju jeni këtu për të vendosur për të ardhmen tuaj, por dhe të familjes tuaj. But now you have the ability to change the future of Albania. Por tashmë ju keni në dorë për të ndryshuar të ardhmen e Shqipërisë. In 2024, Donald Trump won the presidency because he turned out record amount of voters. Në 2024 Donald Trump u bë presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës sepse solli për të votuar pjesën më të madhe të amerikanëve. By voting in record numbers and voting for Dr. Berisha in 2025, you can make Albania great again. Duke dal të gjithë sa më shumë për të votuar në zgjedhjen 11 majit për numrin 1, për doktor Berishën, ju mund ta bëni Shqipërinë great again. Faleminderit. Dhe tani, erdhi çasti që të gjithë ju keni pritur me emocion të madh. Me nderin me të madh, Të dashur bashkëdhetare dhe bashkëdhetar të mi, të pranishëm në këtë sallë, në Breshja, në Itali dhe kudo që ndodhi sonte. Përshëndetjet e mia më të përzemërta. Të dashur bardhok, Edmir, organizator të këtij takimi të jashtëzakonshëm, kandidate dhe kandidat të Partisë Demokratike dhe Aleancës
për Shqipërinë madhështore të pranishëm në këtë sallë. I dashur Kris, i dashur Pol, mirënjohjen më të pakufikshme për praninë tuaj. I nderuari, miku i shqiptarëve, përfaqësuesi i partisë aleate në të gjitha kohrat, Forza Italia, i nderuari Maurizio Casarco, kryetar Komisioni 2 dhomave në Parlamentin Italian. Mirënjohjet më të madhe për praninë tuaj sot në këtë sallë. Ju falenderoj për këtë pritje madhështore. Ju falenderoj për frymën e fitores që krijuat ju, shqiptarët e diasporës, në këtë fushat historike. Nderimet më të mëdha për të gjithë ju që shndruat vitin 2025 në vitin tuaj, në vitin e diasporës shqiptare, në vitin e fitores shqiptarëve mbi diktaturën e drogës, krimit dhe vjedhjes tyre, në vitin e shpëtimit të Shqipërisë. Miq, stacioni i parë që nisa pas startit e pikë të fushatës elektorale 2 ditë më parë në Tiranë, jeni ju, është Breshka. Sepse kjo fushat që kemi nisur është i fushat madhështore, është shpresdhënëse, fal jush, fal diasporës shqiptare. Ndaj dhe jam sot shumë i frymëzuar, shumë i nderuar të ndodhem midis jush, sepse vetë historia juaj është burim frymëzimi. Ju jeni shqiptarët e sakrificave të mëdha. Takimi me ju është takim me sakrificën më fisnike të njeriut. Por ju jeni shqiptarët e suksesit, e arritjeve të mëdha, sepse ju erdhët Itali në këtë vend mik të Shqipërisë, si njerëzit më të vuajtur nga diktatura më e egër komuniste në Europë. Ju erdhët Itali si njerëz pa të panjohurave të mëdha, ashtu si që është udhëtimi një emigranti. Dhe populli italian, Italia mike, ju ofruan ju bujarin, mikpritjen, njerëzin e tyre, ndaj dhe një falënderim të madh shkon për miq tuaj italian, për kombin italian. Viva Italia! Këtu në Itali, në qytetin e bukur të Breshjas dhe kudo, ju e provuat vetën shqiptar të vërtet. E them këtë sepse ka përcyet çdo vështërsi, te i kaluat çdo pengesë, arritët të kthejnë në qytetar dinjitoz, njerëz punëtor, njerëz që nisët jetën nga zero në këtë vend të bekur. Në pak vite u bët pjesë jetike në ekonominë e Italisë. Si çdo popull emigrant, u përballët me paragjykime, por ja ku jeni sot, më të lirë, më të fortë, më të mirë se kurrë. Ju punuat me ndershmëri, dhe kjo punë, me këtë punë ju fituat respekt dhe mirënjohje.
Po ndonë se sot ju keni ndërtuar një jetë dinjitoze këtu në Breshja, ju kur nuk e harruat vendin tuaj, kur nuk e braktisët në shpirt dhe zemër atë dheu tuaj, familjet tuaja. Ju e provuat veten shqiptar të vërtet, sepse t'je shqiptar do të thot të kalosh çdo pengesë. Të jesh shqiptar do të thot të bësh të pamundurën të mundur, dhe mbi të gjitha shqiptar të bën dashurie pa shur për Shqipërinë dhe unë tëndë. Ja sepse takimi me ju është takimi më frymëzues, sepse është takim me sakrificën, me arritjen dhe suksesin, me shpirt e pamposhtur shqiptar. Zoti ju bekoft ju dhe të gjithë emigrantët shqiptar, familjet e tyre kudo që janë. Të dashur miq, nëse ka një forcë politike në Shqipëri që mishon këto trajta shqiptare që ju mishoni, kjo është Partia Demokratike. E vërtet kaluam një opozit të gjatë, vërtet kaluam një proces rithemelimit të vështirë, vërtet u luftuam me gërsin më të madhe 3 vite me radhë, me qëllimin më të likë për të zhdukur dhe krijuar Shqipërinë pa opozit. Po ashtu si ju, si diaspora, që fitojnë çdo sfidë, dhe ne kaluam çdo pengesë. Ne u ngritëm nga hiri për një mision të shenjtë, mbrojtëm demokracinë, mbrojtëm interesin kombëtar, dhe do shpëtojmë Shqipërinë nga diktatura e dytë. Diktatura e Edi Ramës, tashmë botërisht i njohur si drejtuesi i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Por dhe në këto ditë të vështira, ndër më të vështirat, miq tan italian, udhëheqës dhe përfaqësues të Forca Italia, qëndruan me Partinë Demokratike, na dhanë zemër, na mbështetën dhe kanë vazhduan traditën e të pavdekshmit italianit të madh Silvio Berlusconi, që ishte miku më i madh i Partisë Demokratike, dhe jo vetëm, miku më i madh i shqiptarëve dhe Shqipërisë. Miq, sot ne mbyllim një javë të jashtëzakonshme në historinë e opozitës. Një javë të rëndësishme për mbrojtjen e votës shqiptarëve. Një javë që ka afruar shqiptarët më afër se kurrë me fitoren e 11 majit. Unë vi te ju me 3 lajme shumë të mira nga kjo javë. Miqtë e mi, fasada ra.
Spari, dua t'u them se të hënën që kaloi, u prita në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, tempullit të madh të demokracisë europiane, në 2 ndigjesa, në 2 grupet kryesore parlamentare kushtuar Shqipërisë dhe pata një seri takimesh të veçanta, përfshi këtu kryetarin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës dhe delegacionet vendeve anëtare, në të cila unë isha zëri shqiptarve. Paraqita narkodiktaturën e Edi Rams, njoha miqtan në Europë se narkodiktatori për të marrë një mandat të 4 arrestoi, burgosi liderët e 3 partive kryesore opozitare për të marrë një mandat të 4, licensoi mbjellet e reja masive të kanabisit për të marrë një mandat të 4, ka aktivizuar bandat e krimit organizuar në Shqipëri, në Dubai, në Aruba, kudo që janë. Por informova miqtë e mi europian se përsëri ne do fitojmë. Informova se nuk ka dhunë politike, nuk ka bandit dhe banda, nuk ka krim të asnjë lloji që mund të mposht shqiptar në diasporën në Itali dhe në botë, se ata me 11 maj firmosin fundin e Edi Rams, fundin e narkodiktaturës. Në këto takime, në këtë vizit, gjeta atë që s'mund t'ma prishte mendja kurrë. Gjeta se kreu të narkoshtetit shqiptar në Këshillin e Europës ja kishin anulluar darkën zyrtare që do shtroi për nder të tij, sepse ishte sjellë në mënyrë të padenjë në tempullin e demokracisë. Darka ju anullua, sepse ai foli aty si nipi i xhelatit Spiro Koleka, sa i foli aty sikur të ishte i biri Muammar Gaddafit, sa i foli aty si narkodiktator. Dhe jo vetëm kaq, po kishte marrë bandit të cilët mrapa i kërcënuan me qindra mesazhe ata që janë ulluar darkën. I marr, mendoj se do të tremte Europën me bandit të tij. Kjo ishte historia e tij në Këshillin e Europës, miqtë e mi. Të mërkurën në Komisionin në Parlamentin Evropian, Komisionin më të rëndësishëm të këtij parlamenti, të politikës jashtë dhe sigurisë, në një akt madhor të jashtëzakonshëm, u zhvilluan digjesa për Shqipërinë, kushtuar totalisht zgjedhjeve të 11 majit. Parlamentarët evropian, njëri pas tjetrit denoncuan dhunimin e zgjedhjeve të shkuara nga armiku i Voslir Edi Rama.
denoncuan dhunën ndaj opozitës, denoncuan për qëndrimin e gjitha pushteteve në duart e tij, shkrirjen e pushtetit ti me krimin. Miq, ju informova për këto për t'u thënë se jo vetëm Shtetet e Bashkuara ndryshuan pas fitores presidentit Donald Trump, që i preu kokën gjarprit Soros. Por sot Europa i ka sytë e tëra tek 11 maj, tek vota juaj, tek fitoria juaj, fitoria e Shqipërisë. Miq, lajmi tjetër ishte çelja e fushatës, hapja e fushatës elektorale të këtyre zgjedhjeve. Në fakt, ajo çelje fantastike, ajo çelje madhështore e pa parë në 32 vite, i ka rrejt në zemra dhe mendjet tuaja. Ishit ju që shpërthyet në entuziazmin më të papërmbajtur në takimet që pata në këtë vend me ju. Ishit ju që u bët frymëzuesit, që u dhatë zemër, shpirt dhe optimizëm mbar shqiptarëve të cilët mbushën, te i mbushën sheshin Nën Tereza atë natë, me një entuziazëm të paparkur. Kush mendonte 3 muaj më parë se kjo do ishte sot Partia Demokratike, partia e idealeve tuaja. Por miq, kush imagjinonte? Cili imagjinonte në Shqipëri ose jashtë saj se në këtë fushat shqiptar do t'i përshëndeste njeriu i cili kishte qenë bashk arkitekti i rikthimit më të fuqishëm në historinë e njerëzimit, presidentit Donald Trump në shtëpinë e bardhë, Chrysler Civita. Me ardhin e tij në shkurt të nesërmen e Dirama i ra Tovolins me grushta dhe vetëm sas i ra me kokë. Tani e sheh vetën të humbur dhe përpiqet t'i jap zemër me gënjeshtat që beson. Miq, miku ynë Chrysler Civita nuk erdhi as për para, as për influenca, sepse opozitat tjera më të mëdha se jona, më të fuqishme, i kishin bërë dhjetra oferta. Por, arkitekti rikthimit, aja ndjeu, se Sali Berisha dhe Partia Demokratike duhet të riktheshin pushtet. Na edhe ne kemi një njojët pak u fishme. Po këtë javë, dje, ne paraqitëm program në Shqipërisë madhështore. Programin të cilin ju garantoj
se Partia Demokratike do ta shtrojë në realitet në 4 vite para të qeverisë së saj. Ky program buron nga shpirti juaj, buron nga zemra juaj, buron nga forca juaj. Ky program ka ekspertizën më të lartë që mund të ketë patur një program ndonjëherë. Ky program parashikon rikthimin tuaj, investimet tuaja në Shqipëri, ëndrat tuaja në Shqipëri. Na dhe nisim me paketë të dhimbshurisë, në mënyrë që ju, remitencat tuaja, me cilat keni shpëtuar familjet tuaja, keni shpëtuar ekonominë shqiptare, ti kurseni, të vini të investoni 5 vite pa taksa. 200 euro do tjetë minimum jetik, 500 euro do tjetë roga minimale, 1200 euro do tjetë roga mesatare, 5 vite pa taksa për ju, pjesëtim disa eri taksës pronës për ju, shkolla për fëmijët tuaj kudo që jeni, kombi do shkrihet të një, të drejta politike, me ligj dhe statut, për të përfaqësuar diasporën në proporcion në të gjitha institucionet e vendit. Made in Albania projekti Shqipërisë. Shqipëria prodhuese, prodhim dhe vetëm prodhim. Prodhimi është punësim, prodhimi është mirëqenie, prodhimi është rogëlart. Të dashur miq, dje Totorino i Shqipërisë po paraqiti programin ai hapi fushatën më të shkret që ka hapur ndonjëherë ajo parti që nga koha e partisë Punë Zgjerë Sot. Duhet falenderoj në emër tuaj socialistët e Tiranës dhe qytetarët e Tiranës. Të falenderoj punojësit e administratës që e lanë atë në vetmin më të madhe. Jeni treguar patriot, ju garantoj se programi ynë është program për gjithë shqiptarët. Ai u përpoq të mbuloj dështimin me vallën e ministreshave të tij, të stolisura sikur t'ishin sultaneshat Zulilandit me aksesore gjingla mingla nga më të kushtueshmet. Shifni vetë, dhe të gjithë fjallën e tij, fjalla qytetar nuk ekziston, hallet e qytetarëve nuk ekzistojnë, e mbyllen programin me vallën e hajdutit, duke u thënë shqiptarëve se u kem vjedhe do t'u vjedhni, dhe u themun sot, 11 maj po vjen, është fundi juaj, ligji ju pret. Të dashur miq, u tuni dje shqiptarëve dhe sot pasaportë europiane Edi Rams, ka ftyrën e Taulat Balls, ka ftyrën e tij, ka ftyrën e Jon Velis, ka ftyrën e Lefter Koks, ka ftyrën e Ergjys Çyrbes, ka ftyrën e Savet Bajrit, ka ftyrën e Suel Çels, ka ftyrën e bandave, e hajdutëve me të mëdhenj në Europë.
pasaporte e tij është mashtrimi i fundit që s'ka shqiptar që e beson. Mos harroni kurrë se në këto 10 vite 1 milion shqiptar morën pasaportë europiane, por vetëm duke u larguar nga Edi Rama dhe Shqipëria. Ndaj dhe t'i japim atij përgjigjen që meriton me 11 maj. Ju bëj thirrje ju që jeni këtë sallë, të gjithë qytetarëve shqiptarë në Itali dhe kudo që janë, të ulen bisedojnë me çdo shqiptar që është regjistruar për të votuar. Të votojnë ndryshimin, të votojnë rotacionin, të votojnë njëshin. Noi siamo uno. Noi siamo uno. È il numero del sole. Është numri i fitimtarve, është numri i adhetarve, është numri i shqiptarve, është numri juaj, është numri i fatit të Shqipërisë. Rrofshi ju, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Edhe maja edhe një qitë nga unë, qitë nga unë. Edhe një qitë nga unë. Qitë edhe herë, doktor, edhe herë. E të kishtë qitë, të kishtë qitë.